OÇK-ja ka funksionuar nga bastione të krijuara dhe nën autoritetin e drejt për drejt të shtabit përgjithshëm, përfshirë të akuzuarit dhe antarët e NP-s të përcaktuar me emër. Krimet e para të ngritura në akt akuz janë kryer nga bastionet të tilla. Ndërkohë që mbështetja për OÇK-n dhe vullnetarët urritën pas sulmeve në Likoshan, në Qires dhe Prekans, shtabi i përgjithshëm, përfshirë të akuzuarit dhe antarët e NKB-s, bashkërenduan dhe drejtuan zgjerimin e OÇK-s nga bastione i tij ekzistues, synuan vende logjistike, krijuan zona të lira në thonjza dhe konsoliduan kontrollin e tyre. Nga maji 98-s, të akuzuarit dhe shtabi i përgjithshëm mbikëqyrën krijimin dhe zhvillimin e zonave operative ku kanë ndodhur krimet e përmendura në akt akuz. Të paktën në fillim të qershorit të 98-s, shtabi i përgjithshëm ka ndarë më tej përgjegjësitë ndërmjet antarëve të vet, të cilët pavarësisht të gjithave vazhduan që të kryenin një gamë të gjerë të funksioneve politike dhe ushtarake sipas nevojës. Përpara se të vijoj më tej me funksionimin dhe strukturat e shtabit përgjithshëm të qershorit të 98-s, vendi i shtabit ose i vendit ku gjendesh shtabi i përgjithshëm ishte i rëndësishëm për kontekstin. Këto vende janë përzgjedhur në mënyrë strategjike për të siguruar që shtabi i përgjithshëm të mund të operonte dhe të mund të ushtronte kontroll në mënyrë efektive. Shtabi i përgjithshëm ka përdorur disa vende, në veçanti në Drenic, në Pashtrik dhe në Rodim për takimet dhe për shtabin e vet. Në fillim të periudhës akt akuzës, shtabi i përgjithshëm e kishte bazën dhe funksiononte në Likovc. Nga vera në 98-s, shtabi i përgjithshëm kryesisht e ka pasur seri në Divjak dhe në vende të tjera të rrotull. Këto vende dhe këto seli në malet e Berishës ishin në qendër të Kosovës atë në afërsi të zonave operative, duke lehtësuar kontrollin e shtabit përgjithshëm dhe komunikimet, ashtu siç është shpjeguar nga Fatmir Limaj në videon P836. Në këtë video jep gjithashtu edhe citimet në anglisht, kështu që nuk është e nevojshme që të ndiqni përkthimin, kështu që ju lutem ndiqni videon. Pa marrë parasysh terrenin, i kishte vendin pothuajse më të sigurt vendosjen në këtë pjesë të Kosovës, nga ku do të ndërlidhte veprimet ushtarake dhe komunikimi me të gjitha njësitë ushtarake anë në Kosovës. Ky ishte pika, si thua, mesi i Kosovës, qendra e Kosovës me të cilën mund të komunikonte me të gjitha anët e Kosovës. Edhe në sistemin e ndërlidhjes, edhe në sistemin e kalimit dhe parakalimit të ushtarëve nga një zonë në zonën tjetër, duhej patjetër të kalojnë nëpër këto male dhe të ndërlidhen me zona tjera. Prandaj edhe ne vendosëm që shtabi i përgjithshëm të pjesën më të madhe ta kalojnë në këtë pjesë.